O Hoxh, më vdiq halla nga kanceri sot në ditën e parë të Ramazanit. A është shenjë e mirë kjo? Ngushëllime për hallën tuaj, lut Zotin e gjithësisë që ta falë, ta mëshiroj. Besimtari, nëse pra sprovohet në këtë dynja, shpreson mirë tek Allahu i lartësuar, ose është pastrim për të, ose është ngritje gradash tek i madhi Zot. Pra në të dyja rastet, besimtari është i fituar, bën durim, dhe unë e lut Zotin e gjithësisë që hallën tuaj pra ta ketë mëshiruar. Patjetër, nëse një besimtar ndron jetë në Ramazan, pra agjëruesit, të afërmit e tij, do luten për të, që Zoti ta falë, Zoti ta mëshiroj. Ne e dim që agjëruesi e ka një lutje të pranuar, pra inshallah është mirësi që tjeta e lutje e pranuar.